Dashi. Në përgjithësi, ditët do kalojnë me një qiell të qetë dhe pozitiv, me nuk do keni asnjë element për të cilin të ankoheni. Frika e të mos qenë në lartësi nga dua mund t'ju fus pak në ankth, por ai do kalojnë me vetbesim dhe rezultate pozitive. Në çift, marrëdhënia do jetë e privilegjuar. Do organizoni surpriza të njëpasnjëshme për të ruajtur harmoninë dhe dashuria do mbizotërojë çdo çast. Beqarët duhet të tregohen të duruar dhe të lënë kohën të zgjidhë personin më të përshtatshëm, sepse nxitimi mund t'ju përplasë në duar personin e gabuar. Në punë, përpjekjet e shtuara dhe strategjitë e sakta do çojnë drejt qëllimeve. Buxheti do menaxhohet në mënyrë të përpikët, pa hapur aventura të rrezikshme. Demi. Sot do i nisni aktivitetet duke vendosur prioritetet kryesore dhe do fokusoheni vetëm te gjërat që ju sillnin më parë stres. Në një lidhje do përkushtoheni fort ndaj partnerit dhe do jeni të gatshëm t'i hiqni dorë nga disa zakone vetëm për të ruajtur atmosferën e ngrohtë dhe besimin reciprok. Beqarët do përjetojnë një fazë suksesi në dashuri. Yjet favorizojnë takime me personin ideal, ndoshta të shenjës së dashit ose gafores që do ndezin pasionin. Në punë do largoheni nga e panevojshmja dhe do punonin me planifikim të kujdesshëm për të arritur objektivat e paracaktuara. Kursimet do jenë me prioritet dhe në fund të ditës mund të tërhiqni pak para në një për emergjenca. Binjakët. Ditën e sotme do përjetoni një kthes pozitive që sjell ndryshim kuptim plot në të gjitha fushat. Në çift, çdo moment do jetë i mbushur me ndjenjë dhe mirëkuptim, sepse partneri do reagojë saktësisht siç e ndjeni dhe do largojë çdo dyshim. Beqarët nuk duhet të mbështeten vetëm tek vetfati, por sot ai do bëhet çuditëra. Personi ideal do shfaqet pikërisht në momentin e duhur dhe do ngre dyrë një lidhje të veçantë. Në punë, profesionalizmi do shpaloset në maksimum. Do ngarkoheni me përgjegjësi, por do dini të kërkoni këshilla dhe të zgjidhni problemet vetë. Financat do jenë të pambrojtura ndaj rreziqeve, ndaj kursimet e vogla do ruajnë ekuilibrin. Gaforja. Në ndikimin e fortë të Neptunit, dita mund të sjellë trazira të papritura që do kërkojnë qetësi dhe durim. Në çift mund të përjetoni stuje emocionale. Asgjë nuk do ecë sipas parashikimeve, ndaj përgatituni për fleksibilitet. Beqarët do kenë një ditë të mërzitshme në dashuri, pavarësisht përpjekjeve. Joshit nuk do nxiten dot, ndaj më mirë shfrytëzoni kohën për vetë zhvillim. Në punë, bashkëqeverisja do jetë qendër i zgjidhjes së problemeve. Konsultohuni me kolegët para çdo vendimi të rëndësishëm, sepse vetëm së bashku mund të gjeni rrugën e duhur. Financat do sjellin befasi fantastike që do e kalojnë realitetin. Përgatituni për një frymëmarrje lehtësuese pas vështirësive të mëparshme. Luani. Sot duhet të nisni ditën me reflektim të thellë mbi nevojat tuaja, përpara se të ndërmerrni diçka të re. Në një lidhje, shmangni qëndrime tepër kërkuese për të mos provokuar mosmarrëveshje me partnerin. Toleranca dhe mirëkuptimi do ndihmojnë gjithmonë. Beqarët mund të mbesin me keqardhje për personin e pëlqyer, prandaj më mirë ruani distancën derisa ndjenjat të jenë të verifikuara. Në punë, kur të ndeshni pengesa, reflektoni qetësisht dhe kërkoni zgjidhje të detajuara për të mos u rrëzuar nga ritmi. Financat nuk do jenë gjithmonë perfekte, ndaj jepni përparësi nevojave bazë dhe shmangni shpenzimet impulsive. Virgjëresha. Dita do jetë e kontrastuar, me ndjenja që ndryshojnë nga realiteti në ëndër nga ana sjelltas. Në çift, komunikimi do rrjedh pa asnjë vështirësi dhe mosmarrëveshje nuk do shfaqen, çka do forcojë besimin tuaj. Beqarët kanë mundësi të jashtëzakonshme, një takim vendimtar mund të ndryshojë çdo gjë, ndaj hipni hapin kur t'ju duket e drejtë. Në punë, pozicioni i favorshëm i Saturnit do ju shtyjë të finalizoni projektet më të rëndësishme, do ndjeni të mençur dhe të aftë të merrni drejtimin. Buxhetin duhet ta kontrolloni përpara çdo shpenzimi, sepse vetëm kështu do mbetet i mirë pa u dridhur. Peshorja. Sot duhet të jeni të kujdesshëm me çdo vendim që merrni, sepse një gabim i vogël mund të sjellë pasoja të mëdha. Në çift, kujdesuni për reagimet e partnerit. Nëse e vini në lojë ndjenjen e tij, mund të lindin konflikte pa domethënie. Beqarët duhet të bëjnë reflektime të thella përpara se të pranojnë ftesa romantike, pasi shpejtësia mund t'i çojë drejt pasigurive. Në punë, fokusohuni te detajet dhe shmangni shpërqendrimet. Planifikoni çdo hap për të arritur objektivat e dala para kohe. Financat kërkojnë rishikim të buxhetit. Bëni kursime të vogla dhe shmangni luksin e panevojshëm, në mënyrë që ekuilibri të ruhet deri në fund të muajit. Akrepi.
Saturni sot do ju sjell disiplinë dhe qartësi në çdo aspekt të jetës, duke ju mundësuar të merrni vendime të realizueshme. Në një lidhje, shmangni xhelozin, të besosh dhe t'u japësh hapësirë partnerit është çelës për besim të qëndrueshëm. Beqarët do zhvillojnë magnetizmin personal që tërheq vëmendjen, por duhet të ruajnë kufit për të mos keq interpretuar sinjalet. Në punë, kur të ndiheni të lodhur, mbështetuni te kolegët dhe bashkëpunoni për të kapërcyer sfidat e ditës. Financat do jenë të qëndrueshme nëse vazhdoni me kursime të rregullta dhe mos i jepni vend impulsit për blerje impulsive. Shigjetari. Gjatë kësaj ditën do ndiheni të mbështetur nga hyjet dhe intuita do jetë aleati juaj më i fuqishëm në çdo fushë. Në çift, komunikimi i hapur dhe spontaniteti do forcojnë lidhjen. Bëni surpriza të vogla për ta mbajtur maqin gjallë. Beqarët duhet të shmangin pasiguritë. Kur të zbulojnë personin e duhur, do e njohin menjëherë dhe duhet të zgjedhin me guxim. Në punë, entuziazmi ju bën lider natyral, ndaj kryeni projekte të reja dhe frymëzoni ekipin. Financat, fal menaxhimit të kujdesshëm, do mbeten në gjendje të mirë, duke ju lejuar të bëni investime të vogla që do sjellin përfitime në të ardhmen. Briqapi. Venusi dhe Mërkuri sot do forcojnë lartpamësinë tuaj në karrierë dhe marrëdhënie, duke ju dhënë siguri në çdo hap. Në një lidhje, bashkëpunimi i sinqert do ndriçojë çdo dilemë. Mos harroni të dëgjoni dhe perspektivën e partnerit për të ruajtur harmoninë. Beqarët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj ftesave. Vetëm pas një periudhe njohjeje të sinqertë mund të synojnë lidhje serioze. Në punë do organizoheni më mirë dhe do tentoni për përmirësime strukturore që rrisin efikasitetin. Financat e ditës do jenë më të përdorshme nëse ndani shpenzimet në kategori dhe e monitoroni buxhetin rregullisht në mënyrë që kursimet të realizohen pa stres. Ujori. Sot serioziteti do jetë karakteristike rrallë për ju, por komunikimi i sinqert me të dashurit dhe kolegët do shpërblehet me besim dhe bashkëpunim më të fortë. Në një lidhje, shmangni indiferencën, tregoni ndjenjat hapur për të mos krijuar boshllëqe. Beqarët do përqendrohen tek zhvillimi personal, por kur të jenë gati për dashuri, do i njohin mundësitë e duhura. Në punë, përqendrimi maksimal do rezultojë me përfundimin e projekteve me sukses, duke marrë vlerësinë nga e prorët. Financat do ruajnë ekuilibrin vetëm nëse veproni me maturi dhe ndaloni çdo impuls për shpenzime jashtë buxhetit të planifikuar. Peshqit. Venusi i favorshëm sot do hap kanalet e ndjenjave dhe do ju bëjë të ndjeni më të hapur për dialog në çift. Shprehni shqetësimet dhe dëshirat pa hezitim. Beqarët duhet të verifikojnë sinqeritetin e atyre që takojnë. Disa mund të kenë interesa të fshehta, ndaj analizoni mesazhet e dërguara me kujdes. Në punë, kreativiteti do lulëzojë. Mos nguroni të propozojmë zgjidhje të reja dhe të gjeni qasje origjinale për problemet rutinë. Financat kërkojnë planifikim rigoroz. Bëni një listë shpenzimesh etike dhe distancohuni nga ofertat e jashtëse që nuk i përmbushin nevojat bazë.